e ftojmë në skenë kadal versionin tonë të kryeministrit Hashim Thaçi. Mos ma... A ki shkret! Ku ma kanë tesh qëto zgjedhje. Ne jemi dëshmitar që para 2 viteve fitova bastore. Më falni, i fitova zgjedhjet. Dhe për këtë arsye nuk ka pas nevojë të pakten edhe 10 vite të organizohen zgjedhjet. Por nështë, kur doni organizoni, sa ti doni se atet i fiton baba. Por fushatën tonë të përkra edhe Bashkimi Evropian, i cili na ka nimu me donacion rrëth 600 gishta. Dhe në ato momente ku erdhen gishtat, erdhe dhe Skender Hyseni, tha a ka dhe për mu, tha Skender këta janë të mëdhaj për ty, që merri kese bombona e shkote ledekeja. Pra, këta ishin gishta kryesisht dorës. Bërë, ne menum se mos po na bin edhe gishtat komes, e shtek si bojnë foshat dot me kom për tjetë, s'kem se ftoshëm. Por, do gishta nuk po na bin veç i shalal shohen ma zgjedhjeve, por prap se prap janë gishta të mirë, të mëdhaj, shkelqyshum, pa thyshum, por të thyshum pan primje. Por, sepse një gisht i veçan pritet të në rezolute 1-2-4-4 Këshillit Sigurimit, respekt për gishtin. Unë, gjatë kësaj fushate, isha edhe të pakicat serbe. Në të momente, kur shkova të serb, thanë, kryeministër shkat ka gjithë se kur s'kem papa traktor se na kjo. I thash, kësaj rave, traktorin ja këmë dhonë Astrid Saliut me hek do berlag. Dhe sa, pakita unë ju thash, kësaj rave ka marrë që t'ju lusë që dilni në zgjedhje, thanë veç për të mirë se del dikush. Thash, nëse s'muni me dol tonë, dilni ka një për shpi, ose dilni burre gru, se vallaj bëhet mirë me 15. Kështu që në këtë vizit, unë isha edhe me Astrid Saliun, dikur Astrid i ma boni, tha, kryeministër edhe këfori jonë piru i ka sert. Thash, nuk ka këforive që joni pashtit tonëve. Tha, edhe Isa Mustafës besa, edhe i besnik Tahiri, thash. Mire, po që ka menoni për këtë pushat si vjetë që përbohet, të në kërë qytet? Ne edin edhe ju, por dhe Isa Mustafa edin se një fjale urë të Astrid Saliu thot, premtoj, nuk e berni, ndeshtoj, Isa Mustafa është burri mirë që 2 vjetë koalicion një katës ma ka qitë, por thua duhet po të nësaj qartë se Astrid Sali u lindë, u rritë, u zhvillu, u vesh, u lo, u ru, dhe u doktoru në lamine higjenes. Dhe këtu do të them që Astrid Saliu për hek berlogun e Prishtines, kur po hek berlog Astriti, po ja kanë lakmi edhe partit tjera, kurse Astriti tha, berlogun nuk u asolla unë, po berlogun e gjeta në mesin e Prishtines. Dikur i thash Astritit, titi, gjithë këtë fushat që për banë, mos po financën pacolli, tërsa, edhe Isa Mustafës i thash, mos e banë berlog, po, din debat me Astritin. Isa Mustafa, Mungon. Nëse Gjon, thuj del tini mon Astritit në berlog. Po, kryeministër, keni përmtu shumë të mëdha për komuna kështu? Bo, shti neqëm. Ato ku nuk fitojnë, ato edhe premton. Nëse fitojmë në Deçan, do të investoj 6 miliard euro nga buxheti i Kosovës. Në Skenderaj, ku konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, do të investoj në një shumë të madhe prej 3 euro. Edhe ato, njërë elektronike, tjetë, me IPCO. Kurse... Ne për komuna tjera do të investoj ka 3 miliard euro, sepse qytetarët e dinë se buxheti i Kosovës është 1 miliard euro, po nash po shata s'bane me kursu, ja sa dja kur. Mesazhi juaj? Edhe herë, ju bëjnë thirrje motra u Mustafa dhe vëllezërit Aliu që dalin në zgjedhje dhe të votojnë live. Respekt.